Ulja e pragut zgjedhor për të hyrë në kuvend është një prej kërkesave të nismës socialdemokrate për t'ia dhënë mbështetjen lëvizjes vetëvendosje për formimin e institucioneve. Kërkesa e partisë që garoi në listë me AK-n dhe siguroi 3 ulse në kuvend është bërë publike nga deputeti vetëvendosjes Haxhi Avdyli të enjtën mbrëma në konfront të KTV-s. Nisma më shumë është duke kërku ato të cilat janë disa nga parimet. Një prej tyre është edhe ulja pragët zgjedhor, që dhe në ka kërku nga ne dhe në gjitha partitë. Njoftimi i Avdylit nuk është konfirmuar e as hedhur poshtë as nga eksponent të nismës e as nga ata të vetëvendosjes. Për të siguruar ulse në kuvend, sipas ligjit për zgjedhje, subjekti politik duhet të fitojë së paku 5% të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme. Këtë prag prej 5% nisma pati arritur ta kaloj në 2019, por jo edhe në zgjedhjet e organizuara 2 vite më vonë. Për ta votuar kryeparlamentarin dhe për ta krijuar qeverinë, përveç 3 votave të nismës, vetëvendosjes i duhen edhe së paku 10 të tjera, për të cilat ka zhvilluar komunikime me subjektet që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë, përjashtimisht me listën serbe. Kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës ka thënë se bashkëpunimin me kryeministrin në detyrë Albin Kurti synon ta vazhdojë edhe për 4 vjet. Biseda konkrete kemi pasur për strategjinë e komuniteteve dhe për të plotësuar përfaqësimin e komuniteteve në për institucione sipas ligjit për zyrtarët publik. Besojmë se kontributi jon do të vazhdojë edhe me përfaqësimin e komunitetit turk në qeveri, ku kemi dëshmuar që mund të bëjmë shumë më shumë për Kosovën dhe komunitetin turk. Po ashtu është diskutuar për arsimin në gjuhën turke dhe kulturën e komunitetit turk në Kosovë. E deputeti zgjedhur nga Partia e Shkalinjve për Integrim Artan Aslani tha se nga Kurti ka kërkuar që t'i adresojë problemet me të cilat përballet komuniteti që i përket. Në veçanti kemi theksuar nevojën për projekte kapitale në lagjet ku jeton komuniteti Ashkalisi në infrastrukturë, arsim, shëndetësi dhe zhvillim ekonomik. Nuk kemi kërkuar thjesht pozita politike, por angazhim konkret për përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë. Megjithatë, asnjëherë nuk do të lejojmë që vota jonë për formimin e qeverisë të kurtëzohet nga ndarja e pozitave. Në lidhje me kërkesat që ka pranuar Kurti dhe për gatishmërinë për adresimin e tyre, zyra e kryeministrit nuk ka kthyer përgjigje, ndërkaq as Damka e as Aslani nuk kanë treguar për përgjigjet që eventualisht i kanë marrë nga Kurti.